Përshëndetje të dashur miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar Gjenia Liçkaj, juriste, emigrante e ardhur nga Greqia. Përshëndetje Gjeni. Përshëndetje zonja Vergji. Gjenia, a mund të prezantoheni për shikuesit tanë? Unë quhem Gjenia Liçkaj. Jam një emigrante për 33 vjetësh në shtetin grek. Jam nëna e 2 fëmijëve, 2 vajzave, të cilat edhe to kanë dëshirë shumë të madhe që të kthehen në Shqipëri. Jam e shkolluar juriste dhe psikologe dhe jam këtu në ftesën tuaj që ju falenderoj edhe një herë për të thënë disa nga fjalët e mia të zemrës për këtë iniciativë të profesor Pilinçit për një Shqipëri demokratike dhe të lumtur. Gjeni, përse ju bashkuat Partisë Shpresa Demokrate? Sepse vetë nga emri Shpresa Demokrate është bërë si një bashkëpunim midis fjalëve të profesor Pilinçit, ideve të tija, shpresës që ai u jep njerëzve, duke u bazuar në fakte, në dokumentacione, në faktet që sot është Shqipëria në këtë gjendje. Unë e pash të arsyeshme për të ardhur nga vendi ku unë jetoj për 33 vitesh në Greqi dhe të bashkohem dhe të mbështes të jap ndihmën time aq sa të mundem kësaj lëvizje demokrate. Gjeni, a ke ndonjë mesazh për shikuesit tanë? Në emrin tim dhe në emrin e familjarëve të mi, të shoqërisë time, të shumë njerëzve të cilët unë kam biseduar, doja t'i bëja një thirrje të gjithë shqiptarëve, në gjitha trevat e Shqipërisë, jashtë dhe brenda trevave të Shqipërisë, të bashkohen kësaj nisme demokrate të profesor Pilinçit, të besojnë në radhë parë tek vetja e tyre, tek aftësitë e tyre, tek forca e tyre, dhe fjala e profesor Pilinçit është në fakt përcjellëse e aftësive të tyre, e fjalës së tyre, e zotësive të tyre që kanë për të bërë një Shqipëri të lirë, një Shqipëri demokrate dhe një Shqipëri të lumtur, dhe pse jo, shqiptarët mos vinë të jetojnë dhe të punojnë në vendin e tyre. Unë doja të bëja edhe një thirrje kërkesë të gjithë shqiptarëve, kudo që janë, jashtë dhe brenda Shqipërisë, në datën 13 qershor, në orën 6, në sheshin Skënderber, organizohet miting paqësor për të vërtetuar dhe për të parë që ne shqiptarët, qoftë edhe me një fjalë, qoftë edhe me një ardhje në këtë miting, qoftë edhe me një duar trokitje, ne të mendojmë që vendosim një gur në themelet e një Shqipërie demokrate, të lirë, të lumtur, dhe njëkohësisht desha të bëja edhe një thirrje të gjithë shqiptarëve kudo që janë, që s'kan mundësi që të vinë në Tiranë, në rrethet e tyre, në komunitetet e tyre, në çdo vend kudo që janë në trevat e Shqipërisë, të bëjnë një solidarizim në këtë miting, duke dalë në rrugë, në balkone, në dritaret e tyre, thjesht për të solidarizuar dhe për të mbështetur këtë iniciativë e cila është në interes të gjithë shqiptarëve dhe të gjitha komuniteteve ku jetojnë shqiptarë. Nëse kërkojmë një të drejtë, nuk do të presim që atë të drejtën të na drejtojnë të tjerë. Të drejtën e nxjerrim nga vetja jonë, nga brendësia jonë. Dhe nëse ne mendojmë që kemi të drejtë, duhet të luftojmë për të drejtë që kemi. Sepse një fjalë thotë që liria nuk dhurohet, por fitohet. Gjeni, të falenderoj. Faleminderit juve, ishte kënaqësi. Të dashur miq, shihemi në transmetimin e radhës.